të atyre që denigrojnë politikisht. Po, zotri Lutfi, nuk dola unë veç do shta kam gabu se nuk kam shku në takim veç me qysh ka kam bo gati për meje. Qfar lëndë, e din sepse unë tash jam pa informacion qfar lëndë, por arboreshës unë veç mu me jap një lëndë dhe më thonë respektimi i dikush tjetër për të keni nevojë. Po. Unë mendova që është makroekonomia ajo që do të jepet. Nuk e dini se ti ki informacion, okej, unë nuk... Unë mendova, thash, ndoshta unë kam gabim. Zonja Duda, unë ndoshta kam gabim, unë nuk po them që e di, po. Batoshi, a e ke do një qëndrim për këtë komunikim? Jo, s'kam nej koment. S'ke fare koment? Jo, problemi është që deputetet vetë vendosin do mund për me blej lojalitetin janë shumë bullizus, mu i me thonë, kur gjë tjetër. Po. Bullizus pse? Bullizus në qëfar drejtimi? Po kjo me vetë për tjetërin dhe më hanë qka din ajo, qka lëndë je, po është bullizim. është bullizim? Bullizim, denigrim. Po, bullizim. Kështu e quan... Blerim Gashi e ka një koment për zonjën Duda. Zonja Duda Bale, mirë mroma. Mirë mroma. Në media po qarkullojnë për te kësaj qëndrimit personal, tash ta mund të gjykojmë, edhe unë mendoj që këto bindjet personale mbi vlerën apo mos vlerën, dijen apo mos dijen, nuk është as arbresha e as ti që ja caktoni njëna tjetrës. A pëtin janë autoritetet tjera ato që përcaktojnë kur sa i me që mërë se sa i oftë është. Po për te kësaj, mu ma shumë po më interesojnë në disa qarkullime se i qujtë e bullizim edhe janë marrë me gjitha temat. Po qarkullon qka punojnë, do dhëta tjetojnë prindë në Novi Sad, zonja Bale, që ta dim, a është gënjeshtër e mediave kjo? Jo, sështë une... Edhe lidhja me Radojqiqin e supozuar. A ka lidhje familja jote, prindë tu, ndoj fare me Radojqiqin e Novi Sad? Apo vetëm është shpekulim medial kjo? Jo. Qëre për, do më thonë, lufta cili vendosi ka fillu ndaj meje, tash është qështë edhe personale, shumë personale. Dhe do më thonë ka folë për mu, për tash kanë fillu me folë edhe për antarit familjes teme. Do më thonë, une kam pas babin cili ka pas komplet jetën pasticëri në Novi Sad. Edhe na kemi jetu një jetë shumë modest. Edhe asni, do më thonë, partia politike kur me asni person prindërit nuk ka pas, babit tem nuk ka pas kontakt. Edhe ajdin është lekt për me gjujt. Kur dikush jetojnë në Novi Sad edhe mund është shumë lekt me thënë, aha, ti e tash me këto, ti e tash me këto, Duda ka shku atje, Duda ka fol me këto, Duda ka fol. Ajdin, fuqia e vetëvendosjes në rrjeti sociali është shumë e madhe, unë jam shumë e vogël, unë nuk mund me luftu kundër këto. Nëse kanë naj prova, nëse kanë naj sen, ku ekziston bre gjukat, shkoni, se 20 edhe kusur vite kanë kalu. Tash ka dalë këto, para 4 vite kur kanë qenë mirë vetëvendosja, asnjë person ka fol.